Për ata që nuk e ndin, doktoresh, dermatoskopi është një syri magjik tretman jo i dhëmshëm, domethënë. Patjetër, është një lloj zmadhuesi, por dallon nga lupa e thjeshtë, sepse na lejon të shohim disa struktura shumë të rëndësishme që nuk i shohim dot me sy të lirë dhe na lejon të vendosim nëse është benigna apo është malignë ky lezion, por t'i dhënë një rrugë nëse duhet hiqet si lezion apo kemi luksin ta ndjekim, ta monitorojmë apo është thjesht benignë dhe s'ka nevojë për monitorim. Dhe normalisht biopsia mirret pastaj nëse veç dyshohet për më... Nëse dyshojmë, nëse është lezioni dyshimt apo jemi të sigurt që është kancer, nuk shkojmë me biopsi nëse jemi të sigurt që ajo është një kancer, duhet eksizohet plotësisht lezioni. Dhe zakonisht biopsit i preferojmë për sëmundje të tjera të lëkurës. Okej, domethënë jo për kancerin e lëkurës, sepse kur bëhet fjalë për kancer, themi eksizion i total, i kret lezionit, sepse ideja është që aty s'duhet meten mos qeliza në mënyrë që të mos përsëritet në njëjtin vend. Dhe nëse është herët, eksizioni është edhe zgjidhja definitive, s'ka nevojë për terapi të tjera mbrapa. Sigurisht patologjia është shumë e rëndësishme. Asnjëherë çdo gjë që hiqet nga trupi ynë duhet çohet në patologji. Kam raste që vinë që kanë thënë që s'ka nevojë të çohen patologji dhe ne nuk e dimë nëse është recidiv apo është një lezion i ri që është shfaqur në atë zonë. Sepse s'kemi raport patologjie. Kjo është një fakt tjetër shumë i dhëmshëm, e diskutuam edhe më herët me doktoreshën Shkëndije që marrin online produkte, largimin e lythave, nishaneve, shenjave. Në fakt mund të jetë melanom, ajo që po trajton për lyth. Dhe vjen pastaj me metastaza. Dhe ka besoj keni plot raste të tilla. Ka raste të tilla, fatkeqësisht ka. Dhëmshme për me arë në 2025 në një moment kur ti prej një kancerit të lëkurës që letë trajtohet dhe diagnostikohet me vdek ose me pas një jetë jo të letë, sepse ka kaq shumë metoda diagnostikuese, jo të dhëmshme, të lira, gratis, po bëhen sidomos kur është kaq e lehtë kjo qasje te dermatologu, pse duhet shkosh me një terapi online? Sakt. Diskutuam edhe është shqetësim shumë. Doktoresha Sidita, keni menduar pas majit, pas fushatës, cilat janë planet e shoqatës edhe komplet bashkëpunimit që keni bashkë me shoqatën? Dermatologëve, por edhe të euromelanomës. Euromelanoma pikun e fushatës e ka në maj, gjatë gjithë majt këtë e dim, ama nuk pushojmë, nuk reshim së foluri. Cilat janë planet? Gjatë gjithë vitit ne online e vazhdojmë vedisimin dhe shpeshherë dhe gjatë vitit realizojmë ligjërata, me student, me mjekë familjarë. Studentët i kemi pjesë të jetës tonë përditshme. Kështu që nuk ndalim së foluri edhe së rriturit të ndërgjegjësimi se sa e rëndësishme është që herët të diagnostifikohet kjo sëmundje dhe të parandalohet sigurisht. Absolutisht, unë pajtojmë. Normalisht familja jonë është një derë ku flasim edhe mundohemi që këtë misionin e juaj të shejt ta çojmë në çdo shtëpi përmes kamerave tona, kështu që je më së miri se ardhur që të kontribojmë bashkë me juve, me kolegët e juaj, edhe me çdo planifikim që bëni, sepse e thatë që nuk pushojmë asnjëherë, pse jo mos me i shpalos edhe me i çu në vend të duhur përmes emisionit Familja Jonë. Faleminderit që na jepni zë, kjo është pjesa më e mirë ndoshta e gazetarisë, e medias, që i jepni zë kauzave me të vërtetë rëndësishme. Dhe sidomos kur kemi bashkëpunim me profesionistë, për neve është shumë më e lehtë kjo.